Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ora është edhe pak 12. Na falim namazën e yatsis. Realisht namazën e yatsis e falim në kohën e parë, po kur thirret ezani, na duhet mi përgjigj ezanit, edhe sepse është obligim. Përgjigjja ndaj ezanit është obligim, është wajib. Mirë, por nuk jemi në Prizren, atëherë e shtym yatsin. Mirë, po kjo shtyrje e yatsis është deri në mesnat. Disa prej dietarëve kanë thonë që s'lejohet, si të kalon mesnata, nuk lejohet me shty. Disa kanë thonë ijtihad, kanë thonë deri në mëngjes lejohet me shty. Do të thonë deri në kohën kur të hyn, do thot namazi i sabahut, apo pak para hyrjes së namazit sabahut, e vërteta është që duhet mu fal deri në mesnat. Është një çështje tjetër tash, masi jemi në 10 netën e fundit të Ramazanit, që në 10 netën e fundit të Ramazanit, po edhe gjithë 20 ditë të tjera të Ramazanit, është diçka që quhet salatu tarawih, apo namazi taravive. Dhe ky namazi taravive është quajt namazi taravive vetëm Ramazan, por realisht është qiyamul lejl, është namazi i natës ky. Po emrin e ka bu salatu tarawih vetëm në Ramazan. Nëse falet në Ramazan, që ky namaz natë quhet salatu tarawih. Nëse falet jashtë namazit, jashtë Ramazanit, i bie namazi natës, tahajjud. Mirë, po që ky namazi natës, a është më mirë me fal në kohën e parë, si të falet yatsia për shembull, që falet në ora 6, apo me fal në pjesën e tretë natës, apo me fal për shembull prej mesnatës deri në mëngjes, deri hyrjen e vaktit të sabahut, më mirë është pjesën e tretë natës. Nuk po themi që nuk lejohet në pjesën e parë. Mos të keq kuptohet. E sidomos për shembull kur jeti në një qytet caktuar, edhe e fal yatsin, edhe falet për një teravia, e fal teravin aty dhe nuk ka problem, edhe kjo llogaritet namaz natë. Mirë, po është një thënie Omerit radhiyallahu anhu, e dini rastin që në kohën e pejgamberit alayhis salam çdo natë ka mbledh sahabit, apo ka mbledh sahabit edhe ka fal namaz tarawih. Mirë, po gjatë ka fal. Shumë gjatë ka fal. Edhe një natë, disa natë, kur natën e fundit, tretë apo të katërt, nuk ka dalë Muhamedi alayhis salam. So mbledhën shumë xhamati, u mbledhën. Kanë ardhur xhamati, kanë prit deri në mëngjes, subhanallah, edhe nuk kanë shku te pejgamberi alayhis salam që e ka pas në gjithë xhamin, mi trokit, edhe mi thonë ja Rasulullah, hajde se po të presim. Kanë pas terbije, subhanallah. Do të thonë ju ka ardhur turp. Kanë prit deri në mëngjes, deri në sabah. Kur ka ardhur, e ka fal namazin, edhe mostej ju ka tregu, ju ka drejtu, edhe ju ka thonë, ju kum pa që keni prit. Thot, nuk kum dal sepse ju më friksu mos pju bëhet fars. Paramendon një muj ditë pejgamberi alayhis salam të kishte fal namazin e taravis hiç pa ndërprerje. Kishte me dal një mendim që kjo është fars. Se ka ndërprerje Muhamedi alayhis salam as namaz. Ka mendu Muhamedi alayhis salam për më larg që mos me pas fitnë në mesin e muslimanëve, që mos mu përzi syneti dhe farzi, apo? Edhe atëherë çfarë? E ka ndërprerje. Kështu ka vazhdu, po kjo nuk do të thotë që sahabët s'janë fal namaz tarawih. Kjo nuk do të thotë që Muhamedi alayhis salam nuk është fal, nuk ka fal namaz tarawih, namaz natë. Kështu ka vazhdu në kohën e Abu Bekrit, prej kohës e Abu Bekrit ka vazhdu në kohën e Abu Bekrit, siç tham, edhe ka ardhur koha e Omerit. Kur ka ardhur koha e Omerit, i ka pa duke u fal grupe në xhami. Thot, sikur thot, ti bëja me një imam, gjithë xhamatin ti bëja pas një imami, edhe urdhnon si halife i muslimanëve, i urdhnon Ubej ibn Ka'b edhe Temim ad-Dari radiyallahu anhuma. Edhe i urdhnon për me dal namaz në 11 rekate. Një rivajet që thuhet 20 tek Muwatta Imam Malikut, po çto dy transmetime domosdoshmë njëra është e vërteta. Që 20 rekat që ka ihtilaf mesin e dietarëve, është i saktë apo nuk është i saktë, Imam Shafiu thotë nuk është i saktë. E saktë është që 11 rekat e ka urdhnu Omeri radhiyallahu anhu me i fal. Edhe ja ka nis me fal pas një imami, kur po vjen
një ditë tjetër apo një natë tjetër të themi, edhe thot sa bukur me një aspekt, pishe bukurinë e namazit, madhështinë e namazit xhamatit, thot sa bidat mirë kanë bërë këta. Bidat në aspektin gjuhësor, jo terminologjik, jo që kanë shpikta diçka. Mirë, po e kanë ringjall një sen, që ndoshta në mas, si kur të ne, për shembull, mi thonë disa vllazni që erdhen, mas luftës, apo ku e diune, i lëshun mjekrat, i shkurtun pan këto robën, e ku e diune, mi thonë sa bidat mirë, këta realisht nuk janë të bo bidat, ta po e ringjallin një sunet, apo? Edhe thotë mirë, po thotë qëto fjallet, tash ku vëdu me dalë. Thotë Omer radiallahu anhu, koha në të cilën flejnë, thotë është më e mirë për ta, për me fal namazin. Pjesa e tretë e natës. Sepse pjesën e tretë e natës ka gjëra të mira dhe ka që hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që zbret Allahu subhanahu wa taala. Pjesa e tretë e natës zbret Allahu subhanahu wa taala, thotë ka dikush që mu po më kërkon dhe unë ti jap apo. E për atë arsye e pam të arsyeshme përderisa ne nuk kemi në Prizren, atëherë me fal namazin e natës apo namazin e teraviz me hi tek pjesa e tretë e natës. Jemi në netët tek, edhe ma gjatë me fal, edhe shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që me qillu në natën e Kadrit, dhe në atë natë zgjidhet çështja. Allahu subhanahu wa taala nuk e kthen duar të bosh, nuk i kthen duar të bosh besimtarëve nëse na e lutim me sinqeritetin më të madh. Po cila është ajo duaja ku Aisha radhiyallahu anha i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, nëse e qëlloj natën e Kadrit, çfarë të bëj, çfarë të them? I thot Muhamedi alayhi wasallam, një dua, subhanallah. O Allah, ti e falës, Allahumma innaka afuwun, ti e falës, e do faljen, fa'fu anni. Andaj më fal mua. O Allah, ti e don faljen, më fal mua. Apo më fal mua në fund. Nëse në falë Allah subhanahu wa ta'ala, mjafton për me fitu gjennetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Përveç kësaj duaje, na i shtojmë edhe dua tjera. Keni problemet ndryshme, kemi secili njeri, secili musliman ka probleme, ka dua që kemi nevojë për familjar, ka dua, duhet me bë dua për muslimanët në përgjithësi, bëni dua se këtë natë, po themi natën e Kadrit, apo është duat janë të pranuara dhe duhet mi shtu duat, duhet me lexu sa ma shumë Kur'an, edhe në sejdë pak ma gjatë me nejt, që na me lutë Allah subhanahu wa ta'ala. Që nuk e dim vllazni, vallahi vitin tjetër a jemi gjallë as jemi gjallë. Nuk e dim. Ku e dim ne? S'kemi kontrat me Allah subhanahu wa ta'ala që na me dita kemi me deka kemi me kon gjallë. E rëndësishme është na me bë dua tek Allah azza wa jall, edhe mu përmirësu më shumë se sa që kemi qenë në këtë Ramazan. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.